them, sepse për Shqipërinë ka dhënë goxha. Sidomos ne, si popull që na u mohua 50 vjet feja, ishte shumë e vështirë të punoje me njerëzit për të filluar që të besonin diku. Dhe them se ka bërë goxha, do i mungoj goxha kishës ortodokse. Si njeri ka qenë shumë i zgjuar, shumë bamirës, ka bërë shumë bamirësi me fjalë, ka ndihmuar shumë popullin shqiptar. Sot e kësaj dite në të gjithë Tiranën ka shumë njerëz që janë të strehuar nga ana e tij, njerëz të varfër, njerëz që s'kan shtëpi, njerëz që jetojnë me fjalë në sajt ndihmës së tij. A i ndihmonte gjithmonë, me të gjitha mundësitë që kishte nga fondet e kishës, të varfërit që ishin pa strehim, që ishin pa ushqim, i kanë ndihmuar gjithmonë.